Prandaj të dashur aktivist me bindje të plot politike, me respekt për rrugën tonë të përbashkët dhe me besim në vullnetin e qytetarëve, propozoj që kandidati ynë për kryeministër të Republikës së Kosovës të jetë Albin Kurti. Sepse me Albin Kurtin, paknaqësia qytetare u bë organizim, organizimi u bë qeverisje, qeverisja u bë dëshmi se shteti mund të punojë në dobi të qytetarit, pra Albin Kurti u bë kryeministër nga mbështetja e madhe qytetare dhe aty e ka borxhin e vetëm politik. Për dallim prej të tjerëve, Albin Kurti ka borxh vetëm qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe këtë borxh ai e shlyen me punë, me përkushtim dhe me përgjegjësi të përditshme, siç ka bërë deri më sot. Andaj 7 qershori është mundësia për ta konfirmuar Albin Kurtin si kryeministër të Republikës së Kosovës. Dhe 7 qershori është përgjigjja e Kosovës ndaj atyre që zgjodhen bojkotin në vend të shtetit. Faleminderit shumë dhe na prifte mbara. Faleminderit shumë e dashur Albulene, nderuar ushtruese e detyrës së presidente zonja Haxhiu. Atëherë dhe unë kam nderin e veçantë që t'ju ftoj që bashkërisht të votojmë për aktivistin, shokun, kryeministrin Albin Kurti për kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës, për arsye që u thanë dhe shumë të tjera që i dim të gjithë ne bashke edhe qytetarët që vazhdimisht na kanë dhënë mbështetjen kaq të madhe. Kush është për që Albin Kurti të jetë kandidati jonë për kryeministër? Faleminderit shumë, më thojnë që edhe pse votat këtu janë për arsye procedurale, të pyes a ka ndonjë abstenim ose është dikush kundër? Më njoftojnë që edhe votat e delegatëve tonë nga qendrat tona në Mërgat janë unanimisht për. Atëherë urime e na prifte mbarat të gjithëve.